Specialistët e bujqësisë në Maliq u rekomandojnë fermerëve që këtë sezon të tregojnë kujdes të veçantë në përzgjedhjen e kultivarëve të mistrit, duke orientuar mbjelljet drejt atyre me cikël më të shkurtër vegjetativ. Kjo këshill vjen pas situatës së vështirë të krijuar këtë vit, ku përmbytjet e shumta bëjnë që një pjesë e konsiderueshme e mistrit të mbetet ende në tokë dhe të mos mblidhet në kohë. Ka një tendencë për të mbjellë hibride me cikël të gjatë prodhimi, gjë e cila sjell vonesa në pjekjen e prodhimit dhe në korrje, pastaj filluan edhe shirat edhe një pjesë e mistrit është ende pa korrur. Kështu që mos synojnë në mbjelljen e hibrideve me cikël gjatë, sepse krijojnë probleme, nuk dihet si vjen periudha e vjeshtës, mund të vijë me brymra të ershme, mund të vijë me shira me përmbytje që s'futen dot për të punuar. Rreshtet intensive dhe vështrimet e ujrave shkaktuan dëme në parcela dhe vështirësi në akses, duke pamundsuar hyrjen e mjeteve bujqësore. Për këtë Bashkia Maliq ka nisur punën për hapjen dhe sistemimin e rrugëve të parcelave bujqësore. Po punohet në 3 territorin e bashkisë për të lehtësuar tokat të cilat fermerët në momentin që ne po flasim i kapi të paprgatitur me sipërfaqe të mbjella sidomos në misër që të lehtësojnë hyrjen e mjeteve për të larguar misrin në tokat bujqësore. Mistri është një ndër kulturat e mbjella në fushën e Maliqit, sipërfaqja e të cilit pësoi rritje këtë vit. Nga viti i kaluar janë 200 hektar më tepër të mbjellë, duke qenë se ka dhe tregshitjeje.